Na ishte seç na ishte. Na ishte një herë në një pyll të madh dhe të bukur, ku lulet e egra lulëzonin gjatë verës dhe zogjt këndonin nga mëngjesi deri në mbrëmje. Na ishte një buf. Ai kishte pemë të mëdha, të buta si re, dhe sy të rumbullakë dhe të mëdhenj që shkëlqenin në errësirë si dy hëna të vogla. Të gjithë e quanin Bufi. Bufi nuk ishte si zogjtë e tjerë. Atij nuk i pëlqente zhurma dhe nuk i pëlqente të fluturonte me turma gjatë ditës. Ai preferonte të qëndronte në hijen e një peme të lartë dhe të dëgjonte tingujt e pyllit me qetësi. Ndonjëherë, zogjtë e tjerë talleshin me të. Buf, pse qëndron gjithmonë vetëm? Pse nuk këndon me ne? Bufi vetëm buzëqeshte dhe thoshte me zë të butë: unë këndoj në një mënyrë tjetër. E dëgjoj pyllin e heshtje dhe heshtja më tregon histori që ju nuk mund t'i dëgjoni. Zogjtë e tjerë nuk e kuptonin dhe vazhdonin të këndonin me zë të lartë. Por Bufi ndihej i qetë dhe i lumtur në mënyrën e tij. Një ditë, dielli po ndriçonte fuqishëm dhe aroma e barit të freskët mbushte ajrin. Befas, në të gjithë pyllin, u dëgjua një zë i fuqishëm. Të gjitha kafshët e zogjtë e janin te luku i madh. Ishte Luani, mbreti i pyllit. Kur Luani fliste, të gjithë kafshët dëgjonin me kujdes. Zogjtë fluturuan menjëherë. Lepujt u shfaqën nga të gjitha shkuret. Thelbrat dolën nga strofkat e tyre dhe arinjt dolën nga hijet e pemëve. Kur të gjitha kafshët ishin mbledhur, Luani u ngrit në këmbë dhe tha: dëgjoni me kujdes. Pylli ynë është i sigurt dhe i bukur gjatë ditës, kur ne të gjithë jemi zgjuar dhe vigjilent. Por gjatë natës, errësira mbulon gjithçka dhe ne flem pa e ditur se çfarë ndodh përreth nesh. Kam nevojë për dikë që të ruaj pyllin kur dielli perëndon dhe nata bie. Të gjitha kafshët filluan të pëshpëritnin. Ato nuk ishin mësuar të qëndronin zgjuar natën dhe nuk donin të ndryshonin zakonet e tyre. Ariu u ngrit dhe tha me zë të trash: unë jam i madh dhe i fuqishëm, por kur dielli perëndon, unë bie në gjumë si një shkëmb i rënd. Nuk mund të qëndroj zgjuar gjatë natës. Thelbra qeshi dhe tha: unë gjuaj zgjat muskut, por kur nata bie dhe bëhet e errët, preferoj të qëndroj në strofkën time të ngrohtë. Dreri tha: unë dua që të fle qetësisht nën yjet. Nuk dua të humbas gjumin tim. Të gjitha kafshët, njëra pas tjetrës, refuzuan detyrën. Ato ishin të lodhura pas një dite të gjatë pune
dhe të shironin vetëm të pushonin. Por në fund të radhës, ishte Bufi. Ai u ngrit në majtë e një dege e tha: "Unë nuk kam frikë nga nata. Për mua, nata është një kohë magjike. Sytë e mi shohin e errësirë dhe veshi im dëgjon gjithçka. Më lini mua ta ruaj pyllin gjatë natës." Të gjitha kafshët hapën sytë me habi. Disa madje u përshpëritën mes tyre. Bufi? Ai është vetëm një zog i vogël që nuk flet shumë. Si mund të ruaj ai gjithë pyllin? Por Luani u afrua te Bufi, uli kokën dhe tha: "Ti je trim dhe i mençur, Buf. Nga sot do të jesh roja i natës. Ti do të jesh syri dhe veshi i pyllit kur të gjithë ne flem." Kur dielli u zhduk pas maleve dhe qielli u mbush me yje, Bufi hapi krahët e tij të mëdhenj dhe nisi të fluturonte qetësisht në pyll. Ai dëgjonte çdo gjethe që lëvizte dhe çdo tingull të vogël. Në dritën e hënës, ai pa një lepurush që kishte humbur rrugën dhe u udhëzoi të kthehej te foleja e tij. Pastaj dëgjoi një ulërim të largët dhe zbuloi se ishte një ujk i vetmuar që kërkonte ushqim në kodrat e larta. Bufi e pa nga larg për të siguruar që nuk do të afrohej në pyll. Nata kaloi në qetësi fal Bufit. Kur drita e mëngjesit u shfaq, Bufi u ul mbi degën e tij të preferuar dhe mbylli sytë. Për herë të parë, kafshët e pyllit fjetën pa frikë. Kur kafshët u zgjuan në mëngjes dhe e pan Bufin që flinte pas një nate të gjatë, ato nisën të flisnin mes tyre. Bufi bëri një punë të mrekullueshme. Tani e dim se ai është vërtet trim dhe i mençur. Zogjtë që më parë talleshin me të, tani i këndonin këngë lavdije. Por Bufi nuk donte lëvdata. Ai kishte zgjedhur një jetë të qetë dhe të thjeshtë. Çdo natë, sapo dielli perëndonte, ai ngrinte krahët dhe fillonte punën e tij të heshtur për të mbrojtur pyllin. Që nga ajo ditë, Bufi zgjodhi të jetë roja i natës dhe të pushoj ditën. Nata është koha e tij, koha kur ai sheh më qartë dhe dëgjon më larg se kushdo tjetër. Dhe kështu, Bufi jeton natën duke treguar se të gjithë kemi një vend të veçantë në botë, ku talentet dhe natyra jone shkëlqejnë. Nëse dëgjon ndonjëherë një hu hu, hu hu, teksa je në gjumë, mos ki frikë. Është Bufi që ruan qetësinë e natës. Mbreti i qetë, i pyllit të errët. Fund.